Bibla është e rrem, e manipuluar, plot me pralla. E ke dëgjuar këtë? Apo ndoshta edhe e beson? Nëse e beson, e ke verifikuar, apo thjesht e ke dëgjuar 1000 herë dhe e ke marrë si të mirëqen? Sepse sot shumë gjëra i besojmë jo nga provat, por nga sa shpesh e kemi dëgjuar. Algoritmi i rrjeteve sociale funksionon kështu. Nëse ti shikon një video me një mace që flet, pastaj do të dalë një tjetër me një mace prapë që flet, dhe pastaj edhe një tjetër kështu me radhë derisa fillon të mendosh që ndoshta macet me të vërtet flasin. Dhe kur dikush thot që nuk flasin, ti nxehesh e quan budalla. Po si kur të ndodh kjo edhe me besimin tënd? Algoritmi të ushqen vetëm atë që ti do të dëgjosh dhe nuk të jep kurrë alternativën tjetër. Po si kur ajo që ti beson fakt nuk është zgjedhja jote, por është ajo çfarë algoritmi të ka serviruar. Jetojmë në një botë me shumë fe, shumë ide, por nëse nuk lexojmë vetë, nëse nuk pyesim vetë, si duhet dim vërtetën. Unë vetë jam i krishterë dhe më është dashur të kërkoj të hulumtoj besimin tim. Kam lexuar dhe shumë libra fetar dhe filozofik, por vetëm tek Bibla gjeta përgjigjen për pyetjet e mia, sepse Bibla në fakt nuk është një libër, është një fjalë gjallë. A do kesh frikë ti afrohesh Biblës sepse algoritmi thotë jo? Apo do marrësh guximin për të bërë diçka ndryshe dhe për të zbuluar vetë të vërtetën? Më shkruaj me poshtë reagimin tënd. Zoti të bekoft.